Disa ditë para nisjes së punës së komisioneve parlamentare, kryeministri Edi Rama dhe porosit paraprake për grupin socialist. Kryeparlamentari Niko Peleshi, kryetarët dhe nënkryetarët e komisioneve, si dhe kreu i grupit parlamentar, u mblodhën në një takim në vilën qeveritare 30, ku u njohën me prioritetet për punën gjatë legjislaturës së 11. Në takimin që zgjati një orë 30 minuta, mësoi se kreu i qeverisë nuk kishte porosi të veçanta mbi ligje specifike që duhen miratuar. Megjithatë, burime cilësuan si një takim rutinë që zhvillohet mbi koordinimin e punës mes grupit parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë dhe qeverisë. Tashmë, mazhoranca do të ketë në ndrejtim 7 nga 11 komisione, ku pjesa tjetër i mbetet opozitës. Por komisionet do të nisin punën me volum, ku mbeten ende një sër çështje që do të diskutohen në parlament. Raportimi i institucioneve, punë kjo e mbetur që prej legjislaturës së kaluar, pritet që të nisë menjëherë, ndërsa do të jetë përbërja e re parlamentare që do të shqyrtojë kërkesat e tyre. Një tjetër çështje e mbetur pezull është zgjedhja e avokatit të ri të popullit. Post që rinda balanca tashmë e mban prej rreth 3 vitesh, por mos dakordësia mes palëve politike ka sjellë boshllëk. Reforma zgjedhore dhe ajo territoriale gjithashtu do të nisin diskutime së shpejti, teksa mazhoranca nuk ka humbur kohë për të emëruar dhe drejtuesit, Damian Gjiknurin dhe Arbian Masnikun. Dilem mbetet ndryshimi i kushtetutës, e paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama gjatë asamblesë së Partisë Socialiste të 11 shtatorit, por që ende nuk ka një plan konkret.